Për të dytin vit radhazi, shoqata e bankave ka publikuar raportin për vitin 2015 të promovimit të përgjegjshmërisë sociale të korporatës Bankat për Shoqërinë. Raporti ka për qëllim paraqitjen e veprimtarisë së bankave në këtë kuadër, sipas 17 objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm të miratuar në vitin 2015 nga Kombet e Bashkuara. I pranishëm në këtë prezantim kryetari i shoqatës së bankave, Kristian Kanakaris, tha se sektori bankar mbetet i angazhuar për të përdorur praktikat më të mira në bashkëpunim me palët e interesuara. Ato angazhojnë personelin e tyre në mbështetje të grupeve më të dizavantazhuara nëpërmjet masave të qëndrueshme afatgjata dhe ofrimit të produkteve dhe shërbimeve që mbështesin investimet në vend dhe mbështesin rritjen ekonomike. Ndërkohë, Ministri e Ekonomisë Milva Ekonomi vuri theksin tek rëndësia e iniciativave të tilla për t'i ardhur në ndihmë edhe biznesit të vogël. Roli që korporatat e mëdha luajnë duke qenë si flamurtar të sjelljes së mirë ndar komunitetit të ndihmojë dhe biznesin e vogël për të vendosur jo vetëm një kod etik, por për të pasur parasysh që ka dhe ai element të vegjël të mjaftueshëm për të ndihmuar zhvillimin e qëndrueshëm. Në raport thuhet se vetëm për vitin 2015 bankat kanë financuar mbi 1.1 milion euro për aktivitete me ndikim në zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe rreth 200.000 euro në art, kulturë dhe sport. Aktiviteti u përshëndet edhe nga nënkryetari e Bashkisë së Tiranës, Brunilda Paskali.